Ambicia jonë më e madhe pra sonte që e kemi një prej afaristëve shqiptar në Norvegji me sukseset të mëdha, me kompanitë që i ka së bashku me partnerët e tij, është Bujamin Aliu. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe nga ona ime Bujamin, edhe mirë se ka ardhur sonte në radio. Kështu që ta afrojmë mikrofonin që të na ndëgjojnë dëgjues sonte edhe ata që po na ndjekin përmes Facebook. Alush, Bujamin e kemi shumë modest, edhe pse tash neve bëm disa llafe, bëm aty në kuzhinë, na tregoj për historinë, për jetën, kështu që sum pak edhe më tepër se në jetën e përditshme, Bujamini ka qenë pjesë edhe shkollës shqipe bashkë me fëmijët e tyre që i sjell këto, e tij, kështu që jemi kanë të njoftuar për më herët, po detale për punën e biznesit dhe ato veprat e tij të mira që i ka bërë kështet, kështu që Radio Rilinja është për ta zbulu edhe për neve edhe për dëgjuesit. Kështu që mikrofoni për ti, Bujamin, është mirë të na tregosh pak biografinë, kush është Bujamini tash. Na ndjekin edhe familjarët e tu, na ndjekin edhe shokët e tu, na ndjekin gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit, gëzohem për respektin që të në këtë takim, për s'pari herë, edhe emri jem është quhet Bujamin Aliu, jom i lindët Norvegji, për tjetër jom i rritët edhe këtu, edhe prindrit i kom pi fshatit Pallçisht nga Maqedonia. Tetova. Nuk ina shumë grupi mas këtu pi Pallçishtit, po ina do me në gjok, me gjollar, gjem të mingjës, ina në 20-25 antar. Gjina pi fshatit Pallçisht. Po gjithë ata domethënë janë me biznese, janë me emër këtu, domethënë njifën prej fillimit ku keni ardhur. Po, edhe ato janë me emër, kanë punë gastronomie. Ashtu. Për tjetër unë nga viti jem edhe unë ju marrë me gastronomi pa në fillim, pa më nis me këto bizniset e ndërtimit edhe banesave, shtëpiave. Kjo është biografia jeme thjesht, i kam di fëmijë, Leonin edhe Adnanin. Për momentin njën futbalista, në futbalin, njën futbalista, edhe ta shohëm ato që ka të bëjnë tarë. Po pra, ti nuk ja prish, dhe më një dërgon Jo. në ushtrime, në kampe. Jom aktiv. Si gjithë shqiptar, po dhe më thonë kjo është një plus, sepse dhe tash do të na dregoshe ma shumë, ti je nga shumë tepër. Se kjo biznesi jotë, puna jote, ka pak ma tepër punë. Se neve shqiptarët që kemë su gjithmonë me thonën, dikujt anë shef, edhe shefi s'punon të na. Ecësh me kravat. Kjo për kundazi, një përgjegjës, një shef, një ndërmarrës, ka ma shumë punë dhe ma shumë përgjegjësi se sa një punëtor i thjesht, që punon 8 orë shkon në shtëpi. Fakt. Po mirë, Bujamin, është me të vërtet kënaqësi ta dëgjojmë pjesën për shembull që e tregove vetë ti ke lindur tu e rritë dhe je marrë me gastronomi, edhe pastaj ndrove drejtimi këtë tjetër çka këto vitet e fundit, këto dekadat e fundit, edhe tash je menaxher i BM Buli edhe Easy Room. Janë dy kompania bukur të njohshme në Norvegji këtu, edhe me sukseset mëdha, me referencat forta, me besimin e madh që keni punu, së bashku dhe me Miron Islamovskin, partnerin, edhe normal edhe me partnerët tjerë shqiptar ku do të na tregon pak më vonë cilët janë ata. Tregona pak qysh erdhe deri te kjo, për shembull prej gastronomisë me shku edhe me ardhur deri te ndërtimi, në pjesën e ndërtimit, domethënë në objekte shtëpia kështu me radhë. Qysh u inspirove, qysh erdhi kjo lidhje? Po visioni i parë pi Pintrit Lake, ka qenë me bo diçka në vetviti. Çdo herë kum pat interes nga biznesi. Në fillim ku punu me gastronomi afër 15 vjet, edhe ati ku mësu shumë gjërat mira, nga servisi, nga respekti klientave, nga është një puna shumë e mirë edhe e ka atë shkollën e jetës shumë të mirë. Po në vjetin e 2011 u takova me këtë partnerin edhe shokun tem, këtë Mironin, që e kom partner. U bashkum, a i kish ma eksperiencë nga fusha ndërtimit. Nga fusha ndërtimit, ke banesave me qira, unë s'kisha shumë erfaring, eksperiencë nga këto gjojat. Po, u bashkum edhe e bom një vision që kishim fillimisht bojna diçka ndryshe, jo veç me dhonë banesa me qira,
se ajo është një gjë tradicionale, një gjë e thjesht, po me shku ma fell me prioritu njerëzit që nuk janë në atë listën e parë, kur dalësh në market për ta marrë një banesë. Si e dina Norvegji është pak me rëndësi me kush prioritohet për çfarë banese. Në atë kohë dushim me fillu me një shtëpi, me 2 shtëpia, edhe kapëm një kontrakt shumë të mirë me komunat, hinëm bashkëpunim me komunat, edhe reprezentuam visionin ton, çfarë dushim me bo, edhe si mbas emri mirë, si mbas klientave që i mirëshim banesat me qira, si mbas respektin nga komuna, lojaliteti, edhe kishim kërkesa plot. Edhe mbas asaj veç ka vazhdu ajo shkallë mbas shkallë për të kriju diçka më të madhe. Kjo ka qenë fillimisht koha, po edhe ka qenë një koncept të bësh bashkë diçka me partnerin, të kish knatësi brenda kohës kur punojsh, se edhe ajo ka domethënie. Nuk o veç me me punu edhe më shku çdo ditë në punë me negativitet. Ka qenë një gjoja shumë e mirë, edhe ka qenë si thonë ato norvegjezët, një veldig god reise. Çdo kohë. Udhëtim i mirë, Udhëtim i mirë. Alush, ka një histori, një përshkrim këtu shumë të mirë Bujamini bashkë me Mironin, ku thot për kompaninë BMW, një histori vizioni, kreativiteti dhe një angazhimi thellë për të krijuar shtëpi që me të vërtet ndihem si në shtëpi. Historia BMW nisi me 2 supermarsit vizionar, Miron dhe Bujamin, me një pasion për arkitekturën dhe zhvillimin e komunitetit. Ata ushtin të kryonin kompaninë e tyre. Ata gjithmonë kishin besuar se shtëpit duhet të jenë më shumë se sa thjesht vende për të jetuar. Ata do të ishin një zgjatim i stilit të jetës të atyre që jetonin atje në vend ku shkriheshin bukuria, funksionaliteti dhe qëndrueshmëria. Tash po dalmi me këto fjalë të përshkrimit, do të thonë mirë thanë fillim. Keni bashkëpunë me komunat, i keni marrë ato shtëpitë e banimit, i keni dhënë me qira, po tash keni mendu pak më ndryshe për me shku pak edhe ma tjetë, pak më ndryshe me pununa drejtimi se me bo t'juvën. Atë që e keni pas për me qira, me bo t'juvën që masane me shit, edhe dikush me përjetuat gëzimin e madh, kur ti more qelsat e shtëpisë në dorë, ndërtimit për themelit. Kjo është kompania juve, ju si përmarrës, si ndërmarrës i kësaj kompanie, që jeni edhe menaxher i kësaj kompanie bashkë me Mironin, ju tash, më thonën, puna kryesore është me zbulue ku ka toka me ble, e me gjithë ndërmarrësit, supermarsit, më thonën, për me ndërtu dhe më për fillimit, edhe pastaj me gjithë klient për me ble. Shumë të bëm. Pin fillim, kur kina fillu me banesa me qira, kina pat një rukëtim që në të ardhmit në basi shkon kjo kompanijës me banesat me qira regullisht, me fillu mrenda me bo ndërtime në projekte të reja, me mbaru shtëpia. Po, si kri gjojat, ka pat edhe sfida, në këtë rukëtim, kina mësu shumë gjëra, ka pat... Se jo dhe e letë. Jo, nuk është diçka e lent, edhe kina mësu pi gabimeve, po projektet që i realizojnë ashtë tahina, jënë projekte, kina projekte edhe që jënë moderno, edhe ma të avankume. Shembëll e kina një projekt në Nøtterøy, në Tønsberg. është një fush afër 10.000 kvadrat, ati i bojna 6 shtëpia, kina zonë me prish fushën shtajine, malin, edhe bojna shtëpia standarde, kina shtëpia në Lërësku, kina shtëpia në Stovnet, që kina bo ma thjeshta. Po, respondi klientave, që kina pat shitja, që kina shit shtëpia, ka ka një mirë. Në atë fakt edhe duhet të inatë gëzum se kina stafin e mirë, njerëzit që i mbarojnë këto shtëpijat, jënë kompanijat sigurume, jënë kompanijat norvegjezve, i kina garancionat e mira, edhe kjo paketa kësaj ka ka një, jo veç
në atë kuptim veç me fitu diçka, po ka pat kina hec më shumë nga rezultati. Bëjna rezultat, krijojna diçka. Po, që kjo ka kanë. Po mirë, Bujamin, për shembull, tash është të shpjegojmë pak edhe publikit se kjo është ajo kompania që ndoshta më ndryshe se tjerat që i kanë shqiptarët, se kemi kompania bukur të mëdha. Kompania është që e merr tokën për shembull parcelën edhe e bën ndërtimin 1 ose 2 ose 3 shtëpive në varet sa është e madhe, edhe kur nis ky projekt para se mu nis normal që kjo del në shitje, edhe pastaj janë blerësit që janë të interesuar, edhe këto veç janë të shitën para se me anis mu ndërtu. Faktikisht se kjo shkon ajo para, pastaj ajo. Kështu që ata që kanë dëshirë për shembull ose kanë plan në shtëpi, tash folim na për shtëpi moderne, funky house, me balkone, me ndryshme, jo katëror me një kulm, po pak më ndryshe, me facilitete, për ndryshe edhe smart home. Kështu që ata që kanë plan me bo, për shembull është mirë me ardh deri te faqja bmbuli.no, hyni aty edhe veni në kontakt me një herë, që është e mira që flitet shqip. Edhe pastaj aty fillon ajo. Tash këta e kanë përsipër pjesën, ju tregojnë ku i kanë parcelat, ju tregojnë ku i kanë projektet të ardhshme që kanë marrë. Tjetra, financimin për shembull, ato i keni mbrapa shpine, mund t'ju ndihmojnë për financimin, për marrë deri te ajo dëshira jote, se na gjithë kemi dëshirë për shembull ta kemi një shtëpi, banesë po normal edhe një shtëpi me pak obar, edhe të kalojmë sa më mirë në një vend bukur, me pamje ka deti, pamje ka mali, kështu me radhë. Kjo është ajo bmbuli që e bën, që i ka projektet që i ka përfundu, i ka të bone, se janë disa vjetë në market, edhe të njëjtën kohë janë të bo tjera që kanë marrë. Kjo është ajo që dësha me shpjegu, që me ditë pak ma shumë për çka po folim, se nuk është shit blerje banesa, për shembull ka blerje banesë me shit tjetër, po kjo është total e re, do të thonë është toka, ndërtimi edhe shqipja. Shtëpi me qelsa në dorë. Shtëpi me qelsa në dorë. Po tash me na tregu edhe Bujamini për shembull se qysh është se na kena shqiptar që kanë shtëpia, disa i kanë të vjetra, disa i kanë të reja, edhe a është e mundshme për shembull ai që ka një shtëpi edhe e ka paramendu që me rëzu e me marru 3 njëjtën parcel. A mundet me dalë ndim për shembull këtyre njerëzve? Ne kompania jo, ne ina si investitora. Se ne normal entreprenøra nuk ina, po ato grupa që i marëm ne, ato i organizojnë ne entreprenørat si çeshmaxhia, elektricisti, moleraj, këto hidraliki, këto grupat. Normal, kina dobit kërkesa pi shqiptarve edhe pi njerëzit që njohëm, a ka llogari me prish shtëpinë, edhe me ndreq diçka të re. Shumë në varet çka ndreqish edhe çfarë kosti ke pat ke ajo fusha që e ke blinë në fillim. Kjo është matematika e parë. Po normal, me çmimet çka janë në market për momentin, afërsisht llogaria si shtëpia re, si shtëpia vjetër dalën gjajtin llogari njëta. Si me blini shtëpi që duhet ta rregullosh, edhe ajo e ka kostin e vet, harxhimet e veta, pa kështu shtëpia e re me qelsa në dorë, ki e garancion 5 vjet, i siguru, i ka të mirat e veta. Po normal, ne si kompani ka dhe kush i fush që donë me shit, ka dhe kush i fush që donë me bo diçka ma shumë me realizu, ka drejt me në thirë, absolutisht, pa koment. Bujamin, tash për shembull te kjo puna e ndërtimit shtëpive, çka dallon nga ajo se ta ka qenë shumë sfiduese, ka qenë shumë e zorshme, fillim ku keni filluar me punu, punohet me njëjtin material, punohet me njëjtat kushte, apo tash janë çmimet kanë ndryshuar shumë, për shkak se e dim, Norvegjia ka inflacion, i arrit çmimet, mundësitë do të dash më të mira për atë me ble shtëpi se sa për ju që ndërtoni. Se mund mos ta keni atë lavërdin, atë fitimin e njëjtë tash. A mund të ndodhë që të ndërtohet ndoshta me kvalitet pak më dobët, për shkak mundësive se shoqi pak më herët kanë qenë çmimet shumë më të larta, tash nuk kanë çmimi, po 2 vite e fundit unë shoh që ka stagnuar shumë puna e këtyre çmimeve, sidomos si ta edhe vetë shtëpiave të reja, gati e blenë me një çmim, si të vjetën si të rejën tash. Norvegjia rregullon e ka ligjin e vet tek 17, që duhet
patjetër, mora ta plotësosh. Ai marrësh materialet pit jashtmit, ai marrësh në Norvegji, s'ka ndryshim hiç. Ne për ta siguru reklamacionin e klientit, ne i marrëm këtë materialnat edhe dorën e punës pi Norvegji. Nuk ka shumë dallim ose llogari me marr material pit jashtmit. Se edhe nga pjesët tona, nga Maqedonia dhe Andia, mbo materialnat kanë hip çmimet. Unë për veti e preferoj çdo gjë me materialin e Norvegjisë. Ma mirë e kije për reklamacia që ka vinë të ardhmit, ma lente kije për të ardhë për t'i ndreq. E në normal, si thati shtahi, sfida kina pat plot. Norvegjia ka pat normal me kamata gjikën hip, me krit këto gjërat e ndërtim të finanzimit, kanë kanë gjoja tranta, po edhe na kanë mësu shumë gjëra. Duhet njëri t'i marrë edhe ato si një pozitive, jo veç negative, se automatik gjish edhe rruga të reja. Shtaj ne për momentin kina pat një kërkes nga banka financiale për të vafru shembol ka popull që nuk don me marrë finanzim, edhe ndoshta mund të vafrojna shembol dush të apagjush egen kapitalin 60 ose 70, çmimin tjetër mund ne të vendimojna të finanzojna. Kjo kote kina fut mrenda në si kërkes në bank, po ende nuk kina marrë lajmërima dhe akseptohet ajo. Edhe shtëpiat kur i bojna skicat të arkitektit, krejt shtëpiat bëhen me arkitekt. Jon shtëpia universal. A mundet për shembull që mirë që përmendë këto me arkitekt, tash ato shtëpia që tash fillim ato shitën para se me nis më ndërtu. A ka drejt për shembull klienti me marr pjesën me arkitektin bashk në ndryshimin e mrena për shembull platformës, dhomave ose diçka që ndoshta don pak më ndryshe se arkitekti që ja paralajmëron se kjo do të bëhet kështu. A ka drejt për shembull klienti me ndru pak? Ka, absolutisht. Kompanijat e mdhoja, që janë në Norvegji, ato nuk e lejojnë atë. Ju ndoshta ka ndodhur shembull e blish një shtëpi në skica ose një banesë në skica, ai të jep tre opsione. A ne si kompani ma e thjesht, ma e vogël, ne vapëm këto opsione. Mundish, nëse e blish shtëpin në skica, në projekt, ki e mundësi me ardhë mrenda edhe me ndryshu planet. Veç normal ka dhe një planet që duhet bësh le kërkes nga komuna, ato se në t'i garantojnë ane. Ato jënë veç shtesa sajna, që ja keni planifiku ju edhe e keni pranu dhe më. Amën kje mundësi. Çka janë më të mira tash këtë modelet më të mira të shtëpive tash? Çka punohet të shtëpia që me të tërheqësh me të ngrej më tepër mebli? Që unë e shoh për shembull këtu e pas një shtëpi të kjo pensja, kushton 16 milionë gjinës në të rëj, edhe thot e ka atë batë sty, mrejna gjakuzin, dysh sone me rene shlyk o tak dysh. Më thonë tash ato janë shumicat të integret, më thonë po janë. Fakt. Kritë këto janë. Këto shtëpijat janë pak ma eksklusive, pak ma ndrejshë, se kjo pjesa ku i bojna ne këto, ku jo fusha, këto është një fush standardi pak më i nalt edhe klientët janë pak ma ndryshe. Normal, çdo gjë që i punojsh me dokumentacion të rregullt, edhe mishterijat nuk i kërkojnë shembull gjëjat shumë, se Norvegjia nuk është ajo që i kërkon materializmin e nalt, shembull. Amën i ka kërkesat standarde që produktit jetë i njohur. Shembull, një kuzhinë, nëse marrësh një kuzhinë pi një emni të jashtmit, nuk e njohën, nuk e blin, nuk e kanë qif. Nëse shkosh në HTO, kritë e din HTO-n. Nëse vëthush IKEA, nuk është IKEA e dobët, po këto shtëpia se në shesësh IKEA. Këtu duhet kish HTO ose kvikshëken, ose diçka që është ma me emër. Edhe në të ardhmit, gjë e shohëm ne, kjo është një fakt edhe dhe na vije, po kjo mund të na vije me generatat më të reja, shtëpia që janë green, miljövennlig. Kjo është veç tu ardhur. Me panele, me sul panel, për të shparit rrimën, për këto gjojat, kjo është veç tu ardhur. Edhe dhe vije një kohë
besoj se ka shumë kushte për të plotësu komplet këto milieu certificering, ama kjo devije. Se këto rinijat edhe këto gjërat i mësojnë edhe në shkollë, pishtaj. Edhe dhe kjo dhe na vije. Këto gjërat janë efekti. Ama normal, emri, renomeja, çfarë emni kije si kompani, se Oslo është shumë e vogël. Shtaj ka shembull plot kompania gjimiren me njëtin koncept, po nëse kije klientë gjijën të kënaqët, ne me klientët tona kena punu shumë transparente dhe kena marrë fjallor të mira. Simbas i kanë marrë. Ju keni pas projekte domthon ku keni fillu me 3 shtëpia deri ma shumë shtëpia domthon. Po. Kështu që domthon shumicën e rasteve domthon kur filloni këto i shitnin shumë shpejt. Nuk mbetet për para 3 vjetëve kur ne kena fillu pin 2018 me projekte pin temel. Kur kena fillu atëherë sa i kena qitë në projekte janë shit shtëpia. Po këto 2 vjetët e fundit ka qenë pak më e rëndësishëm. Ma e rëndësishëm për t'i shit në projekt. Ashtu. A desh me i realizu, me i mbaru, edhe me pat visninga. Okej. Domthonë jo prinskis tash. Jo. Shumë puna e financimit apo puna dhe kësaj që janë ma skeptik të është akto? Ma skeptik. Edhe financimi, po edhe ma skeptik, se shtaj kanë mbroj njerëzit duan ta shohën, duan ta prekin, duan t'in merenda, ta këshirin, se në skica shembëll e kije një kvadratur, kur vish ta shohësh, ajo kvadratura mund të duket shumë ma e vogël se gjë e ke mendu në fillim. Ashtu. Ju keni ndërtu shumë qytete, pasi ndërtu, domethënë këtu keni Fjellhamar, në Drammen, ma shumë jeni koncentru në Oslo, Lygna. Linga është Vikendica. Po. Ma shumë si thonë ato në Stovner, në Lørenskogin, në punën e geografisë. Amon nuk e ndalim ne në geografi, kena pat projekte edhe në Bærum, në fillim. Sa po ju zgjasin projekte, për shembull, nëse tash keni realizu këtë projektin këtu në Stovner, gjithashtu e gatshme tash për të kushdojnë me i morë më për banim. Sa a i përfundoni në afat? Sa zgjatë për shemë në ndërtimi i tillë? Po, një shembl i mirë, kjo projektin Stovner, ku kena realizu 4 shtëpia, ka shku në brenda 12 mujve. Për 12 mujve, ka ndar 4 shtëpia, po. Shtëpia tona i bojna ne me elemente. Ato vinë për 2 ditë të gjimës, 3 ditë ne e zbulojna një shtëpi, si thujnë ato Karajapaj, komplet. Ky projekti në Stovner ka shku 12 muaj, tani e bojna e realizojna edhe një projekt në Lørenskog, në Fjellhamar, Langvanna, ati kina fillu me 6 shtëpia, 3 jën të krime, edhe në ka ngele dhe 3. Qa është standardi për shembull i një shtëpisë në kvadratur? Sa është? 150 kvadrat. 2 kat. Ajo është standardi, po. 3 kat. Logari kina bo disa logaria, në varet çfarë fushë ke vlej, që si kjo fusha në të rëj, që kina kjo me 10.000 kvadrat fush, pa qëtër me mbaru 250 kvadrat, 300 kvadrat shtëpia. Ama në Oslo, për të pat logari, është maksimumi 150 deri 200 kvadrat. Atër kje logari si mbas kvadraturës në ndërtimit. Dhe me thonë, ajo është pjesa parcela që është edhe është një përqindje, so ki drejt me ndërtu. Që ju 100%, po e ki 25-30%, ndërtima e tjetra du të me qenë oborë. Po para 2 vjetëve ka pat disa ndryshime në planin e komunës për ndërtim. I ndalën shumë fusha i ndalën. Gjithushim me realizu, shembëll ka pat fusha që ka pat mundësi me mbaru 4 shtëpia, pa ka ndru ligjin për sa mund të zhvillosh me 2 shtëpia. Edhe kjo ka ka një proces i rëndësishëm, se njerëzit shembëll kanë investu në fusha të shtrinta, kanë investu çmimet të rënda, sa e ka bo budgetin për të marru 4 shtëpia. Po kur erdh ky ligj i ri, atëherë pim 4 ndrojnë 2. Edhe ka shumë llogari ajo. Po ne nuk kina pat rëndësia. Ne projektet tona kanë kanë mundësi me realizu sipas budgetave. Po mirë, tash kjo kompania, njëra prej këtyre kompanijave, do me thonë BM Bulli, tash është ajo tjetra që është Easy Room, që foli ma herët për shembull me qira banesa, shtëpia e kështu me radhë për familje, për beqar dhe studenta e kështu me radhë.
Qysh është puna te kjo? Është ende ekzistuese, a ekziston edhe qysh funksionon kjo? Patjetër, ajo i zirumi ekziston. Ajo ka qenë faktikisht qëllimi i krit kësaj që i kina realizu në të armit, se a desh një fundament. Edhe fundamenti na ka shku, mu edhe kolegës tem, na ka shku afër 8 vjet për ta forcu. Edhe ajo ka qenë bazën e fortë për vazhdim. Baza e kësaj pjesës tjetër që i tregojnë ashtahine. Kjo është edhe ina ende tu bo disa ndryshime. Ina për momentin në tu bisedu për një objekt afër 3000 kvadrat, që është me magazin. Edhe ka 1000 kvadrat zira. Koncepti jonë se zira ka plot Norvegji që jënë me qira, po është pak rëndësi, po koncepti jonë është ta bëjna një grup, t'japëm zirat me qira, ta bëjna një grup me kombin ton, shqiptar, që mund dërmjet vitit bashkëpunojna. Një shembull, une nuk kom nevoj me shku me kërku një moleraj kur ka plot pi kompanijës tona, edhe shqiptar ka gjimirën me... Që i keni edhe plus në atë objektin aty, me qira, me zyrët e tyre. Shumë e mirë, kjo ide e tepër e mirë, sepse ja vletëson, ja shkurton kohën, mos me humb kohën me lip, një norvegjez apo edhe një nacionalitet tjetër, derisa ndoshta bashkëpunoni me na ditës aty, pini kafet bashkë. Patjetër. Edhe lind diçka. Po çdo gjë që kena arrit ne, ka lind pi njerëzive që i na njoftu. Relacijat, lojalitetit, besimi. Edhe sot jena plot shqiptar që kanë kompanijat mëdhoja, edhe që na ka ndihmu. Bujamin, nga Kurreshtja, a kemi shqiptar që kanë blej për shtëpive tua deri tash? Për momentin, jo. Merr pjesë shitjet apo i çon me glerat, edhe tani s'di se çfarë ndodh aty. Jo, ne patjetër Norvegji është kontrata do të shkruhet. Po, patjetër, Norvegji është pak siguria e me glerit. Edhe jo, nuk kina shqiptar që kemë bli shtëpia ende, po... Ndoshta nuk i kanë ditë se shqiptar pak edhe nga kjo Kurreshtja dhe jemi, ja. Ndoshta tash do të fillon ajo, me sonte kanë pa Bujamin në emision, edhe Bujamini po tregon shumë mirë, se beso Bujamin për shkak asaj që tha Lush edhe unë kam ditë më shumë se je që mirësh me qira. Po ti e ke pas edhe një takim me ambasadorin e Republikës Maqedonisë Veriut, driton Kuçin, edhe atëherë edhe unë thash na ta lexoj pak më tepër për këtë kompani, edhe kur futa me na poshtë, thash po jam që pas në shqiptarin ton që po ndërtoj ka shtëpia këto. Për fillimit. Edhe pse në realitet mos me përkrahë një njerin tan këtë drejtim, patjetër. Kur tash mirë the edhe më herët kur bisedojmë me shqiptarët mes vetë din disa sene pak më ndryshe. Ne nuk kemi kurrë kundër as i shteti as i shteti tjetër, por sadopak kur ti punon me njërin tan e ke pak më ndryshe. Ndoshta nëse e keni rezervë për atë personin e dytë, po dera se e din se janë shqiptar ja thua ti për atë thu këshir. Tu ndoshta bo pak diçka, po do ta rregullojmë ose ta bëjmë, ose kjo është kështu, ajo është ashtu. Kështu që shqiptarët mos hezitojnë, ta kontaktojnë Bujaminin, të futen faqen internetit bm-buli.no, edhe përmes edhe neve ta shkruajnë, nuk ka problem, mund të shkruajnë edhe në faqet edhe po në e-post adresën e tonë që kemi këtu Radio Linjës apo Albani no, që ti përcjell me informatat Bujaminit edhe kolegët ti Mironit, se jo e ardhmë janë ndoshta ata që kanë dëshirë edhe dinë se ka ndaj objekt, ndaj fushë diku është i lirë, që Bujaminit hi aty pak të bëjë megling, që ta morë atë vend apo të ndërtohej diçka. Po ajo që është e mira, që përveç shtëpisë ne dim që tash kemi edhe gjeneratat tona të reja studenta, do të thonë shqiptar që vinë anën banë Norvegjisë me studiu për shembull në Oslo edhe rrethin, edhe gjithmonë kanë problem o me hitë konvikti i studentor ose me gjetë me qira me banu për shembull dikun për çat periudhë derisa e kryen studimet, edhe dikush pagun shumë, ndoshta nuk i pëlqen rrethi ku është me ata banues tjerë. Tash është mundësia për shembull se Bujamin mirë shpjegoi, na e kemi qëllimin që për ata që kanë shumë zor më ju ndihmu, edhe kjo komuna ju ka besu edhe tash ju ka jep mundësinë që këta mi pas këta klientat për shembull që janë edhe studenta edhe vetë që janë për shembull ka babë me fëmijë vet, nonë me fëmijë vet e kështu me radhë. Ajo është e mira që tash mundësia është për shembull që nesër mas nesër nëse e ki fëmin edhe ka dëshirë me studiu, po s'po don me banu me prind. Atëherë EasyRoom, shumë thjeshtë, EasyRoom.no
hynë aty, e shkune me BM-nin edhe se këta i shojnë edhe emnat, kush e ka shkujte, pse jo me pas një shpresa ose një agron ose një diçka emrin aty, edhe ma ndryshe funksionon kjo, se e ki një përparsi aty ma të madhe, ma mërmenja, se shumë tjerë për shembull. Po kjo është ajo e mira që ne bashkëpunojmë. Ajo Alush që du ta lexoj pak edhe pak për historisë Bejaminit, është kjo se BM Bulli ka përqafuar një vizion për të krijuar jo vetëm shtëpi të bukura dhe funksionale, por edhe për të bërë këtë në një mënyrë që respekton dhe mbron mjedisin, do të bëre kraftjet në që kemi në kohën, në sipërfaqe sipër të ndërtimit të shtëpive apo edhe për funksionimin e industrisë sot. Iniciativat e tyre të qëndrueshmërisë varojnë nga përdorimi i materialeve të ndërtimit miqësor me mjedisin deri tek zbatimi i sistemeve më efikase energjetike, të cilat të dyja reduktojnë gjurmët mjedisore dhe ofrojnë përfitime të qëndrueshme për brezat e ardhshëm. Sa i përket domosdoshmë këto shtëpiat janë kompakte. Tash ne biseduam më herët. Ose shqiptarët kanë dëshirë ta kenë oborrin 1 metra katror shtëpinë dhe me një gjash. Atë s'ndodh më, se këtu sidomos në Oslo. Në Oslo është pak ma vështirë. Ama jashtë Oslos ka mundësia. Edhe normal ne i na mësu nga vendlindja jonë për t'i pat fushat e mëdhoja. Qashtu. Edhe ti na tek vet të mlum. Ama në Oslo është pak ma e mbështellët, është pak ma rënd për gjithë këso toka. Ama nëse vinë puna, normal ne mund ndihmojna, se neve na vinë plot oferta toka gjën, për asta fusha gjën gati. Ne nuk kina mundësi me realizu, po ka dhe një familje gjithon me realizu, ka mundësi me ardhë. Normal, është kënaqësi me vëndimu kombit ton, njerëzive ton, se qëto ina ne. Edhe normal është një mendim se në të ardhmit duhet ta mendojna edhe për fëmijët ton, se unë i kom di fëmijë ma të vogli edhe kom qif edhe ato ti marrën këto këshillat e kombit ton, të vazhdojnë, ti jenë stolt, si thonë ato, ti jenë krenar nga se jenë shqiptar, ti jenë krenar. Kjo është arsia parë. Po ka fusha jashtë Oslos, normal. Mund t'i ofrojnë mundësi. Mund t'i ofrojnë mundësi. Po shtëpiat ju shqiptarëni këto janë të lidhura ato më shtëpiat. Mund të jenë 2 bashk, 3 bashk apo? Po. Varet për vendit si tash. Varet për vendit edhe varet për komunës, çfarë leje na jep. Edhe është varet buxhetis, çfarë shkon, se ne kur bëjna një analizë geografike, i bëjna disa analiza edhe bashkëpunim me meglerat, që çfarë është ma atraktive, në gotë pjesë e ndërtimit shtëpisë. Bejamin, ju këtë shtëpia tash ju jepni garancion 5 vite. Mere 5 vite nëse unë e kam bler tash du ta shes, a do të jesh prapë ti aty si pjesë e kësaj? A mos ka të bëjë me Bejaminin, nëse du më jashtë ta lukshtun, edhe çes shitje, bën megleri. Garancioni vazhdon. Garancioni vazhdon edhe për personal klientin e dytë që e blen shtëpinë, e tretin. Po, vazhdon edhe për klientin e dytë, po klienti e dytë duhet të lamërohet ke klienti i parë, ke ti, edhe ti duhet të lamërohesh ke unë. Nëse ka dhe një reklamaci, gjë është më e rëndësishme. Nuk mund të shkojë në formë direkte, po të shkojë indirekte. Indirekt. Nga mund të ti me artë. Po, fakt. Edhe është një garancion 5 vjetë gjine e pa gjujnë, është një siguri nga një sigurim Zvicra. Ajo atë pa gjujna ne edhe një shembli nëse ne nuk ekzistojna mbas 4 vjetë, si kompani, ju e keni sigurim pa tjetër. Ajo është siguria jonë për të vasiguru juve projektin që mos vulona asandi askëndi mbas 4 vjetë. Ajo është e mirë. Ti thamë fillim që bashkëpunimet e keni pas edhe me disa kompania shqiptare që janë në Norvegji këtu, bukur afër edhe bashkëpunim në kusht, mundesh me përmend kush janë ata persona për shemb? Po kompania që e kena më kryesor, me kontraktin më të madh që na bën këto punët e ndërtimeve, si Majstorlekin, është Mak Entrepreneur, është Krise ku quajnë atë menaxherin e Makit. Shqiptar është, shqiptar. Ato i kanë kontraktat e projektve, që i realizojnë ne. Po bashkë me atë Ilir Hasani, ka konë ai sebepi, që na ka afru neve njoftimin bashkë me këtë kompanijen, me këto. Për qëtër edhe Haxhi Shallën, kina pat disa biseda, disa muhabete, nuk kina ende diçka, po
kjo ka qenë kompania më e madhe, edhe kemi pat disa kompania që janë marrë me Moleraj, edhe ato kemi pat disa projekte, kina bashkëpunu. Po, visioni jonë është të bashkëpunojna ende ma afër, në të ardhmit, për qatë dusha ta lamroj qatë objektin me 1000 kvadrat zira, që dhe jetë mundësijat me i marë zirat me qira, po edhe me bashkëpunu ma afër. Kjo ka kanë. Me qenë me një fjalë minën një ombrell, gjithë kompaninë shqiptare, po. Fakt. Po ajo është e mira, për shembull, që e ki nëse janë total entrepreneur që i thonë Norvegji, për shembull, prej vojagjis, deri te hidrauliku, ndërtuesi, gjitha ato që janë, sidomos edhe advokat edhe jurista që duhet me pas aty gjithmonë me veti. Po Bunjamin, do shumë me pyet edhe interesant kjo puna se ne kemi shumë kompania shqiptare që sillen në Norvegji këtu, punojnë, disa bashkëpunojnë, disa e majnë edhe profilin tolt, e disa nuk e dim, për shembull që janë edhe shqiptar. E të njëjtën kohë që ta me tu shumajret, a ka blen ndonjë shqiptar normal që se ka ditë ndoshta, e ka pa që është BM Bulli ose Easy Room, edhe ka shku matutje me këshyrë për shembull diçka tjetër, po tash e din që ajo është më rëndësi që këto mundesh me realizu atë ëndrrën tënde, gjithmonë që punon 20 vjet, 30 vjet edhe gjithmonë e ki dëshirë me realizu, po s'din çysh funksionon kjo, ki qef me pas një shtëpi, tokë, po s'din çysh funksionon kjo. A blet toka, a duhet me gjetë tokën, a ma shesin mu tokën. E kjo është ajo që është më e lehta, e kontakton BM Bulli, edhe prej aty fillon domethënë ëndra mu realizu, edhe për tokën, edhe për vendin, edhe buxhetin, edhe sa mundësia është, për shembull që masi e kanë dijenin në këtë branshë, në këtë punë. Bunjamin, sa i përket kvalitetit dhe ne përkthejmë asaj nëse këtu në Norvegji kemi ftoft na, kupton, tash edhe ne dim që në Norvegji ku thaj neve referohemi më shumë kompanive norvegjeze, materialit norvegjes tu për shkak edhe garancionit, po edhe përballjes kushteve klimatike se Norvegjia është edhe më ftoft. Tash kur ndërtojnë këto shtëpita i keni garazhat në shtëpi apo janë veç garazhat? Sepse stili i moçëm përpara kur janë ndër shtëpitë në Norvegji kalon garazhat. Qëtojnë një qede, në Sinxhiri kanë bërë edhe garazha, 3 shtëpia, 3 garazha onash. Ata çdo shtëpi e ka garazhin e vet aty. Edhe pak ato parcelat pak dame janë, nuk janë ndoshta edhe shtëpiat gjithë po sot do pak oborri mund të jetë pak më diskret, nuk ta kish për shembull që dalmi të përderës drejt te kushia ti më po. Po me shumicë për momentin kriç shtëpiat i kanë garazhat brenda. Ajo për ta maksimum kvadraturën sa shtëpia mund të mbarojsh jashtë. Edhe shohim edhe firmat tjera, edhe ato i bëjnë njëta projektet, shtëpia është afërsisht brenda, garazhi është brenda shtëpisë. Po. Kjo ka domethënie veç për arsyen e zhvillimit kvadraturës sa mund ta realizosh projektin. Po për çat bëhen brenda. Ama ne kur i realizojna hakasëm se unë kur e këshiri një projekt, arkitekti që ka vizituar në skica, e mendoj pak edhe nga veti me kolegën tem, a mund ne vetë banojna këtu, me familjen tonë, me shoqërien tonë, në kitë aspektet, edhe në aspektin fetare, se edhe ka shembull dhe njoni nuk kanë qif kushia ta kije dritarën përballë me atë. I mendojna shumë gjëra, se ne e gjekin atë mirën se këtu i në rritë. Edhe i dina edhe kulturën e këtushme, edhe kulturën e agjeshme, edhe pak i bëjnë disa gjëra pak më ndryshe. Dhe ajo që ja tha Benjamini, sepse kjo është e mira kur ta kish një shqiptar si përmarrës, sikur se jeni këtu, tha çdo tete kanë kompanitë që punojnë, që mirë ndërmarrësit, domethënë që punojnë në ndërtime shtëpive, e kanë drekën, domethënë pagume për juve. Kjo ishte e dëshira jote derisa arritu në Norvegji, po kur keni ndërtu shtëpinë vendlindje, e keni pasur se si prind e kanë prit qaq mirë, domethënë një punëtor, apo mund të një mjeshtër që ka ndërtu shtëpitë atje, edhe të juvën edhe të kushive, ndoshta edhe duke ofru ushqime, kafe, pije, domethënë mos me lanën me hek për kur gjë. Po shumë tamam e kije për ta kriju një shtëpi të mirë, kije nevojë edhe stafin me pa të mirë, grupin e mirë. Ku tha parës se ai e menaxher, ai e punëtor, ne punojna më shumë se punëtori. Po
ne kur takona në mbledhje, ne e vlerësojna stafin, grupin gjina të bashkëpunu gjijën në projekt, vu të regojna se aj stafi është ma i vlerësëm për kitë gjërave, se ato jënë në atë moment ato i shonë kri gjojat. Po pata një rast, ke një projekt ku erdhë një grup, ato ishtë një projekt leder për Islandia, edhe ata e komende, edhe ne kina një standard gjdo tinta, ne vëqojna drekën. Edhe veç vuthiri, sa veta ini, ato thujnë, sot ina 10 veta. Qka duni me hangër, hamburgera edhe ose kebaba dhe qfar të jetë vaqojna. Edhe turi tu hangër buk bashka, njënin piti tha, më vinë shumë që di se kjo nuk është një gjo normalitetin nga Norvegjia, kina pënu me firmat më doja, për nuk është standard. Edhe e ktheva, thash, ki koncepti, thash, është pi Macedonijës, pi kombiton, edhe ja kalzova, kjo o fakt, para 7-8 vjetëve realizum një shtëpi në Macedoni, shtëpinë tonë, edhe nona edhe baba shku në Macedoni me ri 4-5 muaj për të vubo ndejer majstorve. Kjo ishtë një gjo jashtë normalit nga une. Edhe unë i thusha prindrive pse be kështu. Amon kjo gjërat e vogla janë shumë do me thonë. Po, do me thonë. Edhe kur vakum bo këtine, edhe shumicat kanë thonë kjo është një gjo jashtë standardit. Amon ne e bojna se jënë gjoja thjeshta, po kanë shumë vlerësim në pjesën tjetër për stafin tonë. Edhe kjo na bon neve ç'kto visione gjikina, se stafi e realizojnë, njerëzit e realizojnë këto shtëpi, majstorët, ato hapën korrespondancë, a o shtëpia mirë, ka diçka gabime, jo veç me vazhdu me me pa një gabime dhe me mblu mos tregosh. E besoj shumë mirë që i kina disa mentalitete, ta gjeshëm se ka nevoj. Traditat, fakt. Po, kjo është ajo që edhe ne si Radio Lindje, për shembull, po mundohemi që sa ma shumë të kemi emisione me afarista, me njerëz, me suksese, që për me buat motivimin edhe inspirimin e gjeneratave të reja, që me marë një drejtim, për shembull, një kaje, se sot është shumë pak zor me ditë në çfarë drejtimi do në me shku. Edhe është shumë falemderuese që kemi shumë njerëz, studenta e afarista e plot, edhe për që ato edhe kemi dëshirë pra që çdo afarist që do ta kemi në emision në të ardhmen tash, që të na tregoj për shembull edhe ti sugjeroj të njëjtën kohë të këshilloj të rit për shembull se aja vlen me nis si në këtë biznesin ku jeni ju për shembull në këtë branche, edhe çfarë duhet me pas parasysh për shembull tash do ta dëgjojmë për Bujaminit se çaj kishe këshilluti për shembull të rive masi që fillojnë studimit ose masi që përfundojnë studimit që mu marë për shembull me marrë një drejtim, a me konë të vendosta, me konë që shme thonë me konë njerëz që kanë durim edhe bashkëpunim. Tregona një këshill. Po këshilla jem për rinien është normal, si është koha shtajshme, normal edukimi është pika e parë, për me kriju një edukim, për me kri. Ajo është atë dëshire kom edhe ke fëmijët e mi, që du ato ta krin një edukim. Po jashtë asaj edukimit, nëse vazhdojsh të hish në kod biznis ose në biznise tjera, duhet mos i frikësh gabimve, se gabimet e kijet plot. Po me mëcu pi gabimve, me pat durim, edhe me bo sakrifica, edhe sfida rrugës dhe kijet, po ti marrësh si mëcim, jo si gabime. Kjo është këshilla jeme për rinien, se ki edhe perioda që nuk jënë të mira, po ki edhe perioda që kur vinë rezultati mirë, atër ka shumë knaci. Knaci ashtu pra. Po, ma kryesora, çdo gjë që i bësh duhet ta bësh me zemër. Duhet ta pëlqish. Edhe brenda asaj rrugës, oni se mirësh me biznis, po duhet edhe të kish knaci në rrugë. Ta ndjesh ata shpirtërisht. Ta ndjesh, po. Ajo është. Po jam ne nuk e tham, shkum drejtet për trit. Po ti je gjeneratës parë këtu, tha vetë më herët ke lind në Norvegji.
E të parë tonë, dhe më thonë, kanë bërë shumë edhe ata, në bazë të kushteve dhe mundësive, dhe nuk e kanë pas let ato, nuk e kanë pas let në realitet me kriju një kompani sikur se ti e ki sot për shembull, po mendoj që edhe ato kanë bërë shumë, se juve ju kanë dhënë mundësi të shkolloni këtë shtet dhe t'ja arrini qëllimin, sot bani organizator shumë të mirë kompanive të ndryshme, sidomos tash kjo krijon renome kjo firmë ju kompania juve tash. Po ne kem pas edhe nga ato kompani që ndoshta na kanë humbë emrin pak, sidomos juve, e kem marrë pak më vonë. Unë flas për veti, unë kam marrë për shembull vitin 90-ta, edhe e kon pak më ndryshe, kur erdha unë dëgjoshin fjalë si shqiptar, kështu shqiptar ashtu, në atë aspektin negativ. Por çtash unë prej se u kyqa dhe radio linjës ma lushin këtu, neve kem pas vetëm se njerëz që kanë bërë mirë për këtë shtet. Prej avokatëve, mjekëve, stomatologëve, më thonën deri këto sipërmarrësit e ndryshëm, afaristë e ndryshëm, edhe tash unë mendoj që edhe kishtet mo ka përfituar nga kjo se shqiptarët janë një popull që janë vizionar, din të krijojnë, din të menaxhojnë, por që kanë njëherë hindoshta pionat si parashutista disa dhe mund shkatrojnë. Por edhe dim që ato çojnë pesh shumë, por prap me punë, angazhim, edhe mirë theti, edhe prej gabimeve, se gabimet e tilla kur bëhen, atë janë të mira, sepse të përmirësojnë, japin kurajo, dhe në realitet krijojnë imunitet më tepër në shpirt e organizëm për të vazhdu. Kështu që kompania ju dhe me thonën e ka arrit qëllimin për këto 8 vite tash jeni, edhe me herët me gastronomin, por a mendoni që ju do zgjeroni ju dy? Ti e mironi për shembull nëse tash bëhet projektin e tash në të rëj, vjen një projekt më i madh, a mendoni që do të keni në staf edhe shtot kapaciteti edhe numri i njerëzve që të jenë kompanitë juve? Kina pat visione, po, edhe ina tu mendu se çfarë rrugë kjo do na hece, po mendojna se projekte pin 10 deri 20 projekte në vjetor, është tamam për grupin tonë, për ta bo atë kvalitet, edhe për me i pat klientat e knaci, edhe me i pat gjërat në kontrol, nuk mendojna me u arrit shumë, me u bodeni, me u shiru, se sa ma shumë gjithëshirohës, edhe atër ki edhe ma pak kontrol. Po, ashtu. Ma shumë probleme. Po ma shumë probleme, se punët i bojna ne, neve në ngjeng zemër, nuk duna me bo gabime, edhe nuk dum klienti me pat akuzime, me pat reklamacia, për qatë si mbas kontrolës gjekina, ina ke 10 deri 20 shtëpia vjetor, që kjo është baza jo. Ashtu e kina ta gjendën e juve të më të punëve. Edhe ina të knaqët. A punonit në realitet tanë vitit? Më nuk ju nalë bora dimni këtu? Jo, nuk në ndalë bora dimnit, kina i bojna planët pregaditjet edhe pënojna dimën verë, s'ka hiq lidhje. Shpijen kush do me pas, gachme për 12 muj. Për 12 muj e ka gati, me qilca, me kit edhe kompania gjë e realizojnë jënë optimera, Maxbo, jënë emna stabile, gjë i kina në grupë. Po materialin ndërtimor që kanë ashtu, po. Po kjo ishte ajo që spjegum pak ma heret, për shembull që do të bisedojmë me një afarist me suksese, pak ma ndryshe se tjerat që i keni dëgjuar deri tash, e patëm mundësinë pra të bisedoj me Bujaminin nga BMW edhe Easy Room. Është mirë të vizitoni këto faqe, edhe që nuk është për blerje ose diçka tjetër, po vizitojeni sepse ndoshta një ditë vjen koha edhe mundësia, pra që pse jo mos me bo edhe një shtëpi, ose pse jo mos me kqyr me pas me ndërtu diçka. Për gjitha ato bisedoni pra me këta dytë edhe me siguri se do ta gjeni ndonjë rezultat mirë në fund. Ne të falenderojmë shumë Bujamin me të vërtetë që erdhe, edhe ne tash mësum kompaninë, mësum gjitha këto, Bujaminin e kemi njoftë edhe për ma herët, mirë po edhe na që kemi njoftë nuk e kemi ditë për shembull se është në atë branshën, mirë po tash u njoftuam edhe më shumë, kështu që mos u tutni kur i shihni kompanitë me këto emra të ndryshme se që aty është një shqiptar ose një shqiptare, edhe del diçka që krenohesh shumë, si na që po krenohem tash momentalisht, edhe të njëjtën kohë herë do kur do realizohet edhe ëndra e juaj për diçka më të mirë, për një jetesë më të mirë. Ne të falenderojmë shumë, ju urojmë suksese, edhe do të jemi gjithmonë në atë përkrahjen e juaj, për shembull që atë kapacitetin që e kemi me përkrahjen në atë mënyrë që sado kudo mund burr që kemi juve, edhe që po na bëni të krenar që
po korni sukseset të mëdha. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit nga ana ime dhe mirupafshim projekte të reja dhe ne bashkë me juve. Patjetër.